masakruar nga Andi Bushati. E vërteta në kutitë e 11 maj tregon se Partia Socialiste po shkon drejt një fitore të thelluar në kufijtë e shumicës kushtetuese në aleancën me Partinë Social-Demokrate të Tom Doshit, ndërkohë Partia Demokratike dhe opozita përballen me një tjetër humbje dëshpëruese. Sistemi i patronazhimit rezultoi përsëri pa konkurrueshëm. Struktura shtetërore e mobilizuar muaj më parë ka përdorur çdo mekanizëm për të bindur qytetarët, premtime, bonuse për pensionistët, falje gjobash, tendra të dyshim dhe friksime në administratë. Pjesë e madhe e medias e përfshirë në propagandë e ktheu kutinë e votimit në një instrument të pushtetit. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e hyri e fragmentizuar me një lidership të dëmtuar nga përçarja dhe betejë ligjore. Sali Berisha, pavarësisht mobilizimit, nuk mundi të përballej me makinerinë elektorale të Partisë Socialiste. Fryma mungoi. Rikthimi në disa bastione si Shkodra apo Kuksi nuk mjaftojnë, ndërsa në qaqe të mëdha si Tirana dhe Durrësi rezultojnë më dramatik. Partitë e reja nuk sodhen risi. As Lëvizja Bashk, as Mondësia dhe as Shqipëria Bëhet nuk arritën të ndesin një alternativë tjetër. SPAK, megjithatë, paralajmëroi luftë kundër krimeve zgjedhore, përfundoi në arrestime sporadike me fotofote. Ndërkombëtarët të distancuar ose në pushime shqiptare pritet të japin deklarata standarde. Për opozitën, 11 maj do të mbetet një tjetër datë reflektimi të dhimbshëm.